Raporti cilin do ta prezantojmë sot trajton vendimet sankcionuese të Komisionit të Pavarur të Mediave, ndaj mediave, të marra pas funksionalizimit të KPM-s në maj të vitit 2026. Pas funksionalizimit, KPM-ja i ka mbajtur 4 mbledhje ku janë shqyrtuar 62 raste ligjore dhe ka shqiptuar sanksione në 59 prej tyre. Nga këto, në 31 raste janë shqiptuar gjobë në vlerë totale prej 67.000 eurove, ndërsa në 28 raste janë shqiptuar vërejtje. Në 2 mbledhjet e para që lidhen me proceset zgjedhore të vitit 2025, KPM i ka shqiptuar 46 sanksione, prej tyre 21 gjoba në vlerë prej 43.000 euro dhe 25 vërejtje. Në 2 mbledhjet pasuse, lidhur me zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit 2026, KPM i ka shqiptuar 13 sanksione, prej tyre 10 gjoba në vlerë 24.000 euro dhe 3 vërejtje. Ajo që është gjetje kryesore e këtij raporti, për çka do të bëj një elaborim të detajuar, është se të gjitha këto sanksione të shqiptuara janë të kundërligjshme. Për arsyet juridike se pse këto gjoba janë të kundërligjshme, fjalën po ja kaloj kolegut Zemshala. Faleminderit betim të nderuar përfaqësues të mediave të nderuar të pranishëm. Çështja kryesore që trajton ky raport është shumë konkrete. A ka mundur KPM ligjërisht i sanksionoj mediat në këtë mënyrë, në këtë kohë dhe mbi bazën e kësaj procedure? Përgjigjja e raportit është e qartë, jo. Këto vendime të gjitha janë të kundërligjshme. Jo sepse mediat nuk mund të kenë kryer shkelje gjatë fushatës zgjedhore dhe jo sepse KPM nuk ka kompetencë që të mbikëqyrë ato. KPM ka kompetencë dhe duhet të mbikëqyrë mediat, sidomos gjatë fushatës zgjedhore. Megjithatë, kjo kompetencë nuk është e pakufizuar. Ajo duhet të ushtrohet brenda ligjit, brenda afateve dhe përmes një procedure të lehtëshme, dhe që në këtë rast kjo nuk ka ndodhur. Fillimisht më lejoni të theksoj faktin se KPM ka miratuar rregulloren lidhur me obligimet e ofruesve të shërbimeve mediale audiovizuale gjatë fushatave dhe procedurën për trajtimin e ankesave. Të dy këto rregullore janë draftuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Komisionin e Pavarur të Mediave, dhe Komisioni i Pavarur i Mediave, pas shurtimit të këtyre rregulloreve dhe pas vendosjes së tyre në konsultime publike me gjitha palët e interesuara dhe me mediat dhe shoqërinë civile, i ka miratuar ato. Megjithatë, rregullore lidhur me obligimet e mediave gjatë fushatës zgjedhore përfaqëson se çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet të bëjnë mediat. Mirë, po për te kësaj ajo ka treguar edhe afatet specifike brenda cilave KPM-ja duhet të veprojë. Kjo rregullore ka përcaktuar afate shumë të shkurta. Shurtimi fillestar bëhet brenda 4 orëve, ndërsa klasa afateve të tjera, vendimi duhet të merret më së shumti brenda 5 ditëve gjatë fushatës së rregullt, apo brenda 60 orëve gjatë fushatës së jashtëzakonshme. Dhe këtu afate nuk janë vendosur rastësisht. Ato janë vendosur sepse shkeljet gjatë fushatës zgjedhore kanë efekt të menjëhershëm, dhe nëse një shkelje ndodh gjatë fushatës, ajo duhet të trajtohet vetëm gjatë fushatës, sepse vetëm atëherë vendimi mund të ketë efekt. Në rastin konkret kjo nuk ka ndodhur. Komisioni i Pavarur i Mediave ka qenë jo funksional nga 21 janari 2025 e deri më 5 maj 2026, dhe kjo periudhë ka përkuar me një sër cikle zgjedhore. Zgjedhjet e 9 shkurtit, zgjedhjet lokale të 12 tetorit, ballotazhi i 9 nëntorit, dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 28 dhjetorit. Pas funksionalizimit, Komisioni i Pavarur i Mediave u është kthyer rasteve të cilat kanë ndodhur që kanë ndodhur gjatë vitit 2025. Kjo vendimarrje e jashtëzakonshme është vendimarrje e kundërligjshme. Arsyetimi i Komisionit të Pavarur i Mediave ka qenë se këto afate janë vetëm udhëzuese. Nuk mund të ketë asnjë logjik juridike që materia e kësaj rregullore të jetë obligative, ndërsa afatet të jenë vetëm udhëzuese. Nuk ka asnjë logjik që rregulloria të jetë obligative për mediat dhe KPM të sanksionoj
po me këtë rregullore, ndërsa afatet e përcaktuara po në këtë rregullore mos të jenë obligative për komisionin e pavarur të mediave. Dhe për këtë arsye, në kuptim të kësaj rregullore, ligjit për KPM dhe ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, të gjitha këto vendime të marra nga Komisioni i Pavarur i Mediat për ciklet e kaluara zgjedhore janë haptazi të kundërligjshme. Megjithatë, ky është vetëm problemi i parë, për shkak se ka edhe një çështje tjetër që të gjitha këto vendime, si në raport me ciklet e mëparshme zgjedhore, si në raport me ciklin zgjedhor që përfundoi dje, janë të gjitha të kundërligjshme. Sipas rregullores për trajtimin e ankesave në Komisionin e Pavarur të Mediave, rekomandimi i zyrës ekzekutive është pjesë e domosdoshme e procedurës. Nuk është formalitet. Komisioni i Pavarur i Mediave vendos mbi atë rekomandim. Pra, edhe një herë, zyra ekzekutive i rekomandon, ndërsa Komisioni i Pavarur i Mediave vendos lidhur me atë rekomandim. Thëmë ndryshe, nëse rekomandimi është i kundërligjshëm, atëherë edhe vendimi mbi cilin bazohet ky rekomandim është haptazi i kundërligjshëm. Pse po përmendim këtë? Zyra ekzekutive e Komisionit të Pavarur të Mediave funksionon me ushtrues detyre të kryeshefit ekzekutiv që nga data 2 korrekt i vitit 2021, që fillimisht këtë pozitë ka ushtruar Faruk Rexha, ndërsa me 24 shtator 2024 KPK e ka zëvendësuar atë me Niman Rocaj. Megjithatë, ndryshimi i emrit nuk e zgjidh kundërligjshmërinë. Edhe sipas interpretimit më të favorshëm, që të mos hyjmë në detaje, pozita nuk mund të mbahet në asnjë variant me ushtrues detyre për te 2 viteve. Dhe ky afat, ky afat ka kaluar shumë kohë më parë. Në këtë pikë, Gjykata Supreme ka vendosur qartë se afati për ushtrues detyre lidhet me pozitën si funksion institucional dhe jo me personin. Prandaj, ndërrimi i personit nuk e rifillon afatin dhe nuk e shëron kundërligjshmërinë. Ky standard është i aplikueshëm edhe në rastin e KPM-s. Për këtë arsye, nëse një pozitë mbahet me ushtrues detyre për te afatit ligjor, atëherë të gjitha veprimet e ndërmarra nga personi që mbahet atë detyrë janë veprime pa efekt juridik dhe vendime të kundërligjshme. Dhe në rastin konkret, rekomandimet e zyrës ekzekutive janë proceduar përmes një pozite të tillë dhe si të tilla të gjitha janë të kundërligjshme. Dhe nëse rekomandimi është i kundërligjshëm, atëherë dhe vendimi i KPM-s mbështetet në një rekomandim të kundërligjshëm. Dhe edhe në raport me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative rezulton se kjo shkelje i bën gjitha këto vendime të KPM-s si vendime sankcionuese të kundërligjshme në raport me mediat. Dhe kjo është arsyeja pse raporti gjen se gjitha këto vendime sankcionuese të KPM-s që trajtohen në këtë raport janë të kundërligjshme. Edhe një herë, vendimet për fushatën e vitit 2025 janë të kundërligjshme për 2 arsye. Janë marrë jashtë afateve ligjore dhe janë bazuar në rekomandime të kundërligjshme. Ndërkaq ato për zgjedhjet parlamentare të vitit 2026 që u zhvilluan dje janë të kundërligjshme për shkak se janë bazuar në një rekomandim të kundërligjshëm. Në shtetën e së drejtës si përfundim, ligji nuk zbatohet vetëm ndaj polëve që sankcionohet, mirë po pikë së pari ai zbatohet edhe në raport me institucionin që i sankcionon, që në rastin konkret është Komisioni i Pavarur i Mediave. Dhe përkundër faktit që mediat gjatë këtyre fushatave mund të kenë kryer shkelje prapë se prapë, kjo nuk e arsyeton Komisionin e Pavarur të Mediave që të nxjerrë vendime të kundërligjshme. Ligjshmëria është elementi kryesor i sundimit të ligjit dhe që i njëjti nuk është respektuar në rastin konkret, për të cilën arsye raporti Institutit të Kosovës për drejtësi gjen se të gjitha këto vendime janë të kundërligjshme. Ju faleminderit për vëmendjen dhe për pjesën tjetër ndoshta vazhdon e hati. Nuk di çfarë mund të më shtu më shumë veç faktit që të thotë pasojat juridike të kësaj kundërligjshmërie janë kryesisht për shkak të dështimit institucional në atë port të Kuvendit të Kosovës, i cili do të thotë nuk e ka marrë KPM-n me koron. Sigur Kuvendi i Kosovës i kishte përmbush obligimet e tij, nuk kishte marrë një situatë të tillë, e njëjta vlen edhe për KPM-n që nuk e ka zgjedhur të thotë kryeshefin ekzekutiv. Media duhet me bëhet se do të thotë me shfrytëzu drejtën e ankesës, do të me shfrytëzu mjetet juridike që janë. Fatkeqësisht Kuvendi i Kosovës prapë ka dështuar me bë Komisionin e ankesave funksional brenda
Komisionit Pavarur për Media. Por në mënyrë që do të thotë me shku ligjmeria deri në fund, media duhet të shfrytëzojë mjetet juridike në mënyrë që mu vendos ligjmeria qoftë nga Komisioni Pavarur, nga Komisioni Ankesa apo dhe drejt në gjykatë administrative, sepse përsëris dështimet pse kemi ardhur në situatë të tillë janë sepse Kuvendi i Kosovës ka leju ose si ka ushtruar kompetencat përgjegjësitë të tij me bë në radhë parë Komisionin e Pavarur për Media funksional me quorum, pastaj Komisionin për Ankesa. Kur Komisioni i Pavarur për Media ka qenë jo funksional për afërsisht një vete diçka, do thotë nuk ka qenë gjendje brenda afateve ligjore me përfundu përmbush obligimet e tij. Në anën tjetër Komisioni i Pavarur për Media ka dështuar me zgjedh kryeshefin ekzekutiv. E përmend gëzimin shumë mirë. Gjykata Supreme tashmë ka një praktikë gjyqësore, ka një akt gjykim i cili e ka përcaktuar në mënyrë të qartë. Kushdo që mban një pozitë si ushtrues detyre mbi 2 vite, do thotë jo personi, por pozita, atëherë neti pas 2 viteve nuk ka drejt më me marrë veprime ligjore. Kështu që kemi në situatë ku gjithçka çka është marrë Komisioni i Pavarur për Media është e kundërlidhshme jashtë afateve ligjore dhe kjo duhet të rikuperu përmes ankesave dhe më së miri është që këto me caktuar të thotë edhe gjykata që media në farë mënyre të shfrytëzojnë këto mjete juridike.